Financimi i konsumit, siç thash, konsumi tremujor u rrit me gati 4%. Financimi i konsumit ka ardhur nga të gjitha burimet. Ne kemi pasur një rritje të pagave, e cila ka qenë e qëndrueshme gjatë viteve të kaluara. Për tremujorin e parë të vitit 2025, pagat mesatare ka arritur në nivelin 90.000 lekë, me rritje prej 9.6% në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025. Pensionet gjithashtu kanë vjuar të rriten me 2.7%. Remitancat, që janë një tjetër burim i të ardhurave të disponueshme të familjeve shqiptare, janë rritur me 9% dhe të gjitha shifrat kanë rezultuar në një rritje prej 3% të ardhurat disponueshme për qytetarët shqiptarë. Sa i takon dinamizmit të bizneseve, gjatë muajve, 5 muajve të parë të vitit, kemi parë një vijim të incentivës për bizneset që të regjistrohen. Konkretisht janë 9.591 bizneset të reja, të cilat janë regjistruar në këtë 5 mujor të parë të vitit, të cilat gjithashtu në total kanë rezultuar në qarkullim më të lartë të bizneseve në ekonominë shqiptare. Në total, bizneset shqiptare kanë qarkulluar për 5 mujorin e parë të vitit 142.8 miliard lek më shumë se sa në 5 mujorin e parë të vitit 2025, ose konkretisht një rritje prej 9.3%. Sipas sektorëve, rritja më e lartë të shënuar në sektorin e shërbimit me 21%, sektori tregtisë me shumicë dhe pakicë është rritur me 10%, sektori prodhimit është rritur me 3% dhe sektori ndërtimit është rritur me 6%. Ngadalësim ka pasur vetëm sektori i transportit, e kuptueshme kjo duke u bazuar edhe në krizën e çmimeve të karburanteve, e cila sapo kaloi dhe urojmë të gjithë jetë